Një gjë është e sigurt. Orë sa është ora në Arabi, kot me Tani ata janë 2 orë përpara nesh, do jetë ora 11. Nuk pas kemi ngritur njëri nga gjumi. Jo, nuk kemi ngritur njëri nga gjumi. Ama një gjë është e sigurt që është kohë shumë e mirë, është vap, është diell, ne jemi në një zymë të si këtu. Ne kemi ato ditët tona me shi. A ka vënd në Arabi për kolegun? Ka. Unë jo. No. Dhe që ti nuk shkon dot në Riyadh. Po. Unë edhe po të shkoj në Arabi, pra po do më thonë o qoma. Do më nuk mirë, nuk ka problem, ne kemi shqiptarë të tjerë që e lartësojnë emrin shqiptar, dhe na bëjnë krenar, fantastike dhe që të përmendën. Pse deri diku, kolegë, dhe më? Deri diku sepse ata nuk kanë shkuar për të bërë ty krenar, kolegë. Kanë shkuar për të bërë krenar familjen. Për të rregulluar. Po. Dhe duke që janë në sistemuar mirë, ashtu është dhe rasti i Kevis Kacës Dibrani, i cili përbëhet shumë i suksesshëm mes elitës së Arabisë Saudite. E thash bukur si ngjall si poezi. Kevis, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Është vërtet kënaqësi të jesh në mesin tonë sot. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Nëse është e mirë. Faleminderit ty. Ndërtesën që ke pas teje është restoranti yt apo je diku tjetër? Jam tek lokacioni i restorantit, por jo restoranti. Është një nga godinat që shumica punojnë këtu vërballë. Dhe me sa di unë t'jetë në një zonë të populluar nga persona që ka një farë shtrese. Atje në fakt gjithë ka një farë shtrese të lartë, po... Ku jemi në Riyadh? Në Riyadh, po. Të them të drejtën, jo të gjithë kanë atë stresën e lartë, po varet, si që the vetë nga lokacioni, edhe këtu, po, patjetër që shtresa, dhe më thënë mesatare njerëzve nuk është se gjithë munden që ta vizitojnë, ose për më shumë të konsumojnë diçka në këtë lokacion. Për shkak se shumica e restoranteve që janë këtu diku ke 27 restorante, janë të gjitha me vlerën e lartë, shumë të lartë të ushqimeve, edhe të pagesave. Kështu që, po, shumica shtresave të larta, familjet vetrore, ministrit, to janë njerëzit që ne vizitojnë është shumë të. Kevis, zgjodhe ti Arabin apo të zgjodhe Arabi aty? Të them të drejtën është diçka si kur më zgjodhi ajo mua. Si ndodhi? Kur isha në Shqipëri, po shikoja në për rrjetet sociale që po punësonin për në Arabi Saudite. Dikur atëherë unë nuk e kisha ide se që do të thotë Arabi Saudite, isha me atë mentalitetin që Arabia është Dubai edhe e dhja që gjithë janë Dubai. Si dhe ne këtu shumica. Thjesht tash ta provoj, tash ta provoj, pse jo, shohim, sepse tash ishte për në fushën e gastronomisë, edhe unë si gjithë shqiptarët të tjerë kemi vazhduar në gastronomi që fëmijë, që donim të kishim diçka në përgjepat tonë. Edhe thash ta provoj, pse jo, ndoshta mund të mësoj diçka më shumë atje. Kur erdha në Arabi, ishte diçka e papritur, kultura pak të ndryshme, njerëz pak shumë më të ndryshëm, vendet shumë më të ndryshme, ishte diçka si e pabesueshme të themi. Sa kohë tu desh të përshtateshe, me muaj, me javë? Të them drejtën, ishte shumë këllojt përshtatesh, sepse njerëzit në Arabi, dhe më thonë Arabët, janë shumë njerëz mikpritës, në ngjajnë paka shumë neve në Shqipëri, dinë që të mikpresin të huajt, edhe nuk të lënë të ndihesh si huaj, por të fusin në rrethin e tyre. Mua më shkoj diku ke 6 muaj, 7 muaj që të kem, do më thënë tamam për qëndruar në vend. Ne bëm një debat, unë me thënë drejten kam vite që nuk kam deshur arab në një restorant, por mbaj mend që ato kryesisht përdorin duart për të ngrënë. A është një traditë që vazhdon, apo, si më thënë, në restorantet që ti punon, pra përdorin duart apo përdorin dhe serviset? Po, tani... Kjo vjen për arsye të fesë. Është nga feja muslimane, profeti Muhammed dikur hante me duar dhe këta vazhdojnë e ndjekin. Kanë akoma njerëz që e ndjekin këtë lloj gjesti, po janë rrethinat e Arabisë. Tani kur flasim për fjalën arab, dhe unë dakord jam me ty, nuk i dua arab në restorant, por jo arab të Arabisë Saudite.
Sepse, për shembull, tani këtu ku po punoj unë, këtu ku po punoj unë janë njerëz shumë të mirë, shumë të respektueshëm, edhe kjo puna e duarve, siç thash, është vetëm në zonat e rrethinave. Jo, ku kam qenë, unë kam arjerë dhe ata dhe klientët e mi arab ishin shumë të mirë, në thënë drejtën. Po vetëm për i problem, kur në Elin Bakshish ishte me vaj, ajo, leku. Koleg, si... Pastrohet, leku. Pastrohet. Shumë mirë, Klevis, ti flasim për fine dining restaurants, apo jo? Në më thëmë, bëhet fjallë për një cilësi e cila është, të themi, e njëjtë, konkuruse dhe me perëndimin, apo jo? Po. Dhe në menun tënde? Në Arabi Saudite, standardet e gastronomisë janë shumë të larta për shkak se këtu po sillen të gjitha restorantet më të mirë njohura në zonën e Michelinit, që do të thotë nga Franca edhe nga Amerika. Këtu kemi restorante që kanë arritur deri 32 Michelin star jashtë Arabisë Saudite dhe që i kanë sjell këtu. Që do të thotë gastronomia është në nivel shumë më të lartë se ç'mund ta shohësh edhe në Francë për shembull, sepse konkurenca është shumë e lartë. Dhe ti ke patur fatin të punosh në të tilla vende. Po, unë restoranti i parë që ti gjete apo të gjeti ty kur ti shkove. Restoranti me sa hyje ishte? Ishte Spago nga Wolfgang Puck. Është një restorant që në momentin kur isha unë kishte 3 Michelin star, tani për momentin ka 4, edhe kanë bërë edhe një hapje të madhe në Shanghai në Kinë. Dhe ti je me djalin e ti, apo jo këtu? Këtu jam me djalin e Wolfgang Puckut, i cili është Byron Puck. Ai është, domethënë, vjen poshtë Wolfgang Puckut, ai po merret me të gjithë hapjet, me menut, me shërbimin me gjitha, domethënë internacionale në të gjitha Spago që ndodhen nëpër botë. Pastaj u vendosa në Neom, në qytetin e të ardhurës së Arabisë Saudite. U shpërngula në ishullin artificial të bërë nga Arabia Saudite. Në Sindala? Aty ndodhen, në Sindala. Tani, unë kam arritur të gjej një video, Klevis, se si duke ishulli, se nuk e di nëse është ende funksional, a banohet, a punohet, a vazhdon të jeti hapur. Jo, është mbyllur për momentin, por që shpresojmë që të rihapet së shpejti me përpunimet që do kemi akoma të bëjmë. Do zhvendosesh prapë atje? Sepse në momentin që do rihapet prapë, në qoftë se rihapet brenda afatit që i kam vendosur vetes, besoj se po. Afatit që i ke vendosur vetes, do të thuash që do vazhdosh qëndrosh në Arabi, apo ke ndërmend të lëvizësh? Ke një deadline? I ka vendosur vetes një deadline për të kthyer në Shqipëri. Mirë, se dhe mërzitesh tani se ti shërben ose punon në një nga restorantet me 3 yje Michelin, edhe në fund fare ta pin lëng portokalli. Po si gjithë, do marrë vitamina data? Tani, i gjatë ushqim që e kanë zbukuruar aq mirë e tjera, duhet ta shoqërosh. Ushqimi pak ato korrekt, Klevis si vin pjatë. Me qa do apin, domethënë? Raki spin ata. Atje, urdhë? Alkooli atje është oflim, nuk ka nuk bëhet fjallë. Vetëm fjalla që përdoren me nuk ketë pasoja. Po pra, me lëng portokalli do e pin. Po pra, ka shpirti me tundës. Po kthej. Nuk besoj që në ambientet ku ti ke punon apo shikon, ka ndonjë kështu, ndonjë lejet posaçme për alkolikët. Jo, në Riyadh nuk është. Jo. Në momentin kur isha në Sindala, po shpresonim që ndoshta qeveria do na jepte një licencë. Vetë personalisht kam aplikuar për licencën diku ke 8 herë, edhe 8 herë më ka rezultuar negative. Me qa preteksti, me çfarë arsye e çoje këtë ti? Ja, ky është ishulli apo jo? Po nga që ky është ishulli. Ishte fantastik. Ama videoja e fundit e ti rezultonte përpara 2 viteve, sa ka që është mbyllur? Po, ka 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Po pse është mbyllur? Është mbyllur
po kishte diçka që nuk shkoi mirë edhe nuk ishin sigur që munden të hapet komplet edhe menduan që ta bëjnë. Arsyen të mamë një investitor kish përdori fondet, pra ka edhe atje nga këta persona që fondet... Mos ka qenë shqiptar më që me siguri nuk e qenë shqiptar. Nuk e besoj, nuk ma merë mëndja. Klevis i ri, 24 vjeç, tashmë me përvoj. Sa është Klevis? 24. Seriozisht e ke ti? Po. 24 vjeç edhe ke vesh atë lloj xhakete? Po, tash për të dukur një qik, mu duk 35. Jo, nuk është e vërtet. Dhe me goxha ambicia dhe mendon pra që të investosh në Shqipëri. Pra ne kemi kuptuar, kemi marrë vesh. Po. Cilët janë planet e tua? Unë, të them të drejtën, po, mosha ime është shumë e re. Ajo që unë jam më shumë i fokusuar është në shërbimin e klientit, por jo shumë në kuzhinë. Është më shumë në pamje të parë të klientit. Ka marrë eksperiencë nga restorante më të ndryshme dhe më famë botërore si Gjol Robuchon që ka 32 Michelin star, Akira Beck me 4 Michelin star, Spago me 4 Michelin star. Do më thënë, po punoj me restorante që i njeh bota. Tani plani im për të rikthyer në Shqipëri është që të vi dhe të sjell një restorant të vetmin dhe të parin në Shqipëri me konceptin sa më të ndryshëm dhe sa më të përshtatshëm për shqiptarët. Sepse edhe vetë unë, si shqiptar, nuk është se jam gjithmonë i kënaqur me shërbimin, me atë over service, si ti themi. A do jetë një projekt i përballueshëm nga ne shqiptarët? Ka, oligark ka. Po, kjo është... Mos ju ullë qmimet. Ajo është pikësynimi im. Ajo është pikësynimi im. Tani atë që dua të hap, unë do të hap bashkë me një kolegun tim, Armand Shkulaku. Kemi punuar bashkë në Arabi edhe vazhdojmë të jemi në komunikim. Do të hapet në Pogradec, por do të hapet vetëm me një synim që të jetë i përballueshëm për të gjithë shqiptarët. Sepse Andi Bushati nuk lejon që ju të tre, Armand Shkulaku dhe ti duhet dhe Andi... është tjetër. Të zona Pogradesit janë gjithë. Është një rast homonimie që janë dy persona të ndryshëm se mos ndoshta. Po. Klevis, ke patur fatin të punosh me një princesh, por edhe të jesh në evente të ndryshme me familje mbretërore arabe. Duat na tregosh pak të eksperiencë. Si është të punosh me këtë lloj shtrese? Teka që kanë, domethënë çfarë duhet të kesh ti më shumë nga sa ke që të bëhesh pjesë e këtij rrjeti? Të them të drejtën, është gjatë gjithë kohës diçka që të vjen papritur. Unë punova për një nga princeshat e Arabis, ajo kishte restorantin e Akira Beck të shefit me Michelin star, ajo po e mori për sipër, edhe unë po e isha project manager tek ajo. Ajo është diçka ndryshe, sepse kur po punon vetëm me një princesh, do të thotë që gjithë të ftuarit që do t'jenë në restorant do t'jenë nga familja mbretërore. Njerëzit nga familja mbretërore janë qik me shumë si teka, si këthejmi, kanë atë qefin e vetë që të kenë shumë përkushtim për si cilin person. Kjo videoja që po shfaqet tani është eventi që bëm për vit të ri. Po, këtë eventin e bëm për vit të ri, diçka ndryshe nga çfarë Arabia Saudite ka parë deri më sot, por që ja dole me sukses edhe familja mbretërore mbeti shumë e kënaqur. Fatmirësisht, por që nuk është shumë kollaj. Për derisa jeni intervistë me ne, do të thotë je gjallë, patjetër që ka mbetur. Jo, se nuk funksionon kështu, nëse nuk ecën mirë të presin kokën. Jo, nuk presin kokën, presin gjithë tjetër, presin vizën. Koleg. Po, Klevis, ti çfarë bëre këtu tani? Janë shumë sjellshëm. Me çfarë humore ti? Nga detaji i parë deri tek më i fundit. Tani, unë jam, si të themi, si project manager, kur njerëzit marrin një restorant nga një event tjetër, si për shembull Akira Beck, unë e marr nga ndërtimet që marr përsipër, do të thënë që të jetë njësoj me dizajnin që është bërë nga dizajneri, dhe vazhdoj me rekrutimet e stafit edhe me trajnimin që zgjasin diku ke 30 ditë. Wow.
Pas trajnim, gjatë kësaj kohe bëjmë edhe atë inxhinierimin e menus, do me thënë duke bërë ato çmimet me kompetitorë, duke kontrolluar kostin e ushqimit, duke kontrolluar dhe profit and loss, do me thënë janë gjitha bashkë që do me thënë që të ketë sa më pak kosto për hapjen, sepse këtu po bë tani tek Akira Bek janë investituar 25 milion rial. Sa i bie me Që të them drejtën 2.5, diku ke 7 milion euro. Wow. Ato janë gjitha dokumentuara, thjesht nuk mundem të tregoj. Ato janë nga Princesha ka investituar 25 milion rial, që do thot gati 7 milion euro. Por përveç asaj është plus pagat, plus ushqimi, plus menuja, plus marketingu. Unë po mundohem të të bëj gjitha departamentet të mbullen nga pak nga ana ime, sepse normale edhe vetëm nuk mundem të bëj gjitha. Kam punuar, si shtash, me rekrutimin, me trajnimin, edhe me marketing, duke ftuar influencerat më të famshëm të Riyadit, Arabisë Saudite, deri në përfundimin e projektit, që do thot hapja e madhe, një muaj mbas hapjes, që duat të jem gati që çdo gjë do të jetë në vijë. Atë merr shumë kohë, të duhet të jesh edhe pastaj kaloj tek projekti tjetër. Po, fatkeqësisht bëj diku ke 10 ose 12 orë në ditë. Mund të marr një ditë pushimin në 2 javësh, por që ja vlen. Patjetër, përderisa je ende edhe po mendon për këtë projektin e madh këtu, sigurisht ja vlen. Klebis, ne po kuptojmë që pjesa jote më e madhe e ditës e aktivitet është punë, apo jo, pra ti ke shkuar për të punuar dhe ti punon. Po. Pjesa tjetër është pjesa personale, pra që ti pushon, bën transport, e ke larg punën nga aty ku banon? 15 minuta. 15 minuta, dhe të mbetet dhe një farë kohe. Për veten. Nuk e di se sa orë janë, po që janë koha jote personale. Si e shpenzon ti këtë kohë dhe a bën përpjekje që të integrohesh në mënyrën e atyre të jetuarit, apo ke kulturën tënde, si më thënë, konsumon qoftë edhe në mënyrë private, rrjete sociale, televizion, internet, si më thënë, një tjetër kulturë? Unë si Klevis, atë kohën time të lirë e përdor më shumë për të zhvilluar dhe qik pak për vetën, do me thënë që po punoj prap dhe në atë kohën time të lirë, po prap punësh dhe jo, po bëj atë part-timing me part-time po gjej diçka për marketing, campaign, për project manager, për gjet një projekt tjetër, mbasi të mbaroj këtë që kam. Por atë kohën time të lirë që kam, ato pak kohë, mundohem që njerëzit rreth meje, edhe nëse nuk janë shqiptar, dua që ata ta dinë se çfarë do të thotë jesh shqiptar. Ne shqiptarët jemi çik si shumë patriota. Edhe kur flasim për Shqipërinë, sigur flasim për veten tonë. Domethënë jemi çik arrogant, të themi. Edhe fatmirësisht njerëzit këtu e duan Shqipërinë, ka shumë nga ata që kanë vizituar Shqipërinë. Ka dhe nga ata për shembull njerëzit që janë fetar, që e njohin Shqipërinë prej Sheh Albanit. Ka qenë ndjes pas ka qenë një sheh që shkurante librat me hadithe, që janë fjalët e profetit, edhe e njohin prej atij. Ka njerëz që e njohin nga mikpritja që kanë gjetur në Shqipëri, ka njerëz që e njohin nga rrjetet sociale, por kur dëgjojnë nga ana ime, është diçka ndryshe, sepse mundohem që t'u jap, domethënë atë më të mirën e të saktën, se çfarë do të thotë jetë shqiptar, e çfarë do të thotë jesh në Shqipëri, ose çfarë do të thotë jesh mysafir i Shqipërisë. Momentalisht nuk e ndjeki, nuk e ndjek kulturën arabe shumë, të them drejtën, por mundohem që arabët të ndjekin kulturën time. Shumë e bukur. Ke bërë shumë mirë, Klevis, ke bërë shumë mirë. Ndërkohë, restoranti ku përnotimet në ditë shkojnë deri në 500 të tilla, është projekti yt? Këtë projektin që kam marrë tashi është nga familja mbretërore e Katarit.
Ata kanë hapur një restorant, do më thënë njësoj si që është në Riyadh, kanë hapur 3 vite më parë në Katar. Po? Këtë tani këtu, po e kam marrë unë vetë, do më thënë si projekt për ta mbaruar nga fillimi deri në fund. Tani kam bërë gati 5 muaj, edhe këtë javë është hapja e madhe e restorantit. Para kësaj jave kemi qenë, i themi, hapje e but, soft opening, do më thënë vetëm për testuar ujrat, do më thënë të shohim se si po ecën. Fatmirësisht, kemi pasur goxha njerëz, do më thënë duke ardhur vetëm me marketing, organic marketing, pa vendosur influencer ose video ose gjëra. Kemi arritur të bëjmë diku 400 deri 500 persona në ditë. Wow. Me rezervime dhe pa rezervime. Tani hapja madhe, po na kushton si shumë kohë, sepse njerëzit kanë shumë kërkesa për të ardhur, edhe restoranti nuk është se është super gjigant, ka vetëm kapaciteti është 160 seats, kështu që domethënë mundohemi t'i përshtatshim sa më pak, që mos ta mbushim plot dhe pastaj ta prishim. Klevis, e kaq i ri, familjen e ke larg, ke menduar, nuk e di, ti marrësh, apo le që ti ke për të kthyer këtej, po kjo distanca shumë e largë si e përballoni? Vjen ti në Shqipëri shpesh, apo ke familje që të viziton? Të them të drejtën, ja ndjem qik fajtor, sepse nuk kam qenë shumë në Shqipëri. Po bëj gati 3 vjetë këtu edhe mund të kem qenë 3 herë në Shqipëri. Familja ime ka vizituar, me kanë vizituar 2 motrat, para ca kohësh, por mamaja dhe babai nuk është se e kanë shumë qejf Arabinë Saudite, kështu që prandaj po i kam vendosur vetes një deadline që të kthehem në Shqipëri sa më shpejt. Do bësh shumë mirë. Do vish me projekte plot, në xhepin plot, kështu që Shqipëria të mirëpret. Ne të urojmë gjithë mirat i dashur. Si çdo shqiptar, faleminderit shumë. Dhe normalisht na ke ngacmuar Këshërin me këtë projektin që ke për Porgadecin, domethënë. Në Porgadec, nuk e di nëse e tham me Klevisin, po që do jetë në Porgadec. Mirë, lapsi.al do ishte, apo? Shumë suksese, shumë sukses. Shumë faleminderit. Dhe pas shumë fat. Shumë faleminderit. Emër koleg, 24 vjeç. 24 vjeç koleg. Unë kur ishe 24 vjeç, rria poshtë pallatit me idenë që kur të shkundi që lim, atë të shohim në jo. Kishte bërë gjysh 24 vjeç. Po, 24 ti ke qenë gjysh. Respekte koleg. Respekt. Fosil, kolegu është fosil. Është fosil. Nëse si treguam një anë tjetër që ju e gjykoni. Nuk është se kanë kaluar shumë kohë, domethënë nga 24 vjeç. Kur kam qenë unë 24 vjeç, domethënë, ka qenë gjallë akoma Mihal Gramena. O, zot, vazhdoj. Nga fundi ka qenë. Nga fundi, po. Ka qenë kohë tjetër, koleg. Edhe mua babaj më ka patur në këtë moshë, 24 vjeç, kështu që jeni shumë të rrallë. Jemi mirë. Jeni mirë. Mirë, do vazhdojmë me intervistën tjetër, kolegu për ditë të marta ngre pesha, se këto ngre peshë sot, nuk e di.